Ndërkohë 30 vjet më parë, në vitin 1979, fituese e çmimit Nobel të paqes ishte Nën Tereza. Komiteti Nobel e nderoi humanisten e njohur për punën dhe për kushtimin e saj ndaj të varfërve. Si thoshte ajo vet, ato që të pasurit e sigurojnë me para gëzimin në jetë, u ndesh ato jepja të varfërve përmes dashurisë. Për të biseduar për Nën Terezën, kemi të ftuar në studion tonë të New Yorkut botuesin dhe veprimtarin e komunitetit shqiptar të Amerikës, ish gazetarin e Zërit Amerikës, Gjek Gjon Lekaj. Zoti Gjon Lekaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju keni raportuar për radion tonë pikërisht për Nën Terezën. Le të dëgjojmë fillimisht një fragment nga raportimi juaj i vitit 1988 gjatë vizitës së Nën Terezës në New York. Nëna Tereze u përshëndet me shqiptar një nga një, duke i përkthelu në mënyrë të posaçme fëmijët shqiptar. Lutjet dhe bekimet e saj u dëgjuan edhe në gjuhën shqipe. Unë jam të lutë për ju, Zoti qoftë me ju. Nëna Tereze tha se është larguar nga Shqipëria 6 vjet më e parë, por megjithatë uratet në gjuhën shqipe nuk i kishte harruar. Ju keni patur pra rastin të takoni disa herë Nën Terezën dhe keni patur edhe korrespondencë me të. Në çfarë i keni patur këto takime? Për një kohë në fillim në vitet 80 kam pas në ma shumë si korrespondent i Zërit Amerikës këtu në New York, sepse ajo qendrën kryesore e Shtetet e Bashkuara ka në Bronx dhe aty venim pastaj në konferencën me gazetarët në Kombet e Bashkuara pas takimit me Perez de Cuellar. Aty pata rastin në qershor të vitit 1988 ta pyes Nën Tereza kur do ta vizitoni Shqipërinë pasi keni vizituar disa vende komuniste si Bashkimin Sovjetik, Kinën e të tjera. Ata gazetarët atëhershëm më shikuan me habi dhe tha kjo është pyetje hipotetike. Mirë, po ajo u gëzua pyetjes dhe tha dëshiroj që ta vizitoj Shqipërinë dhe shpresoj një ditë që ata do të ndryshojnë mendimin dhe lut Zotin që do ta vizitoj sa më parë Shqipërinë dhe me këtë rast 2 ditë më vonë u takuam me komunitetin shqiptar të New Yorkut aty në qendrën e saj në Bronx. Në orën 7 të mëngjesit erdhën shumë shqiptarë dhe përshëndetëm pa mesh dhe pas meshës atëre biseduam edhe ju luta që të thonte disa fjalë të cilat ne sapo i dëgjuam. Po? Dhe në këtë rast ajo shkëmbeu mendime, nënshkrime, takime, bisedime me shqiptarë dhe ky ishte një hap tepër i rëndësishëm se kur ndoshta prej kohës kur ka jetuar në Shkup nuk ka pa aq shumë shqiptarë së bashkut ashtu si u gjenëm atëherë në New York, u përqafuam, u përshëndetëm me ta, u gëzuar shumë dhe kjo ishte, domethënë, thirrjet e saj që duhet ta vizitoj Shqipërinë disa herë nëpërmjet Zërit Amerikës në atë kohë ndoshta edhe e ban të mundur që ajo me 15 gusht të vitit 1989 shkoi në Shqipëri për vizitë dhe është karakteristik se gazeta New York Times të nesërmen i kushtoi një karikaturë që po fluturonte Angjëlli në Shqipëri dhe korbi po ikte nga Shqipëria. Pra kjo ishte shenja e parë e shembjes së diktaturës kur Angjëlli Nën Tereza pikërisht pas kësaj erdhën vitet 90. Zoti Gjon Lekaj, Nën Terezës i referohen vazhdimisht filozof, historian, sociolog, por edhe burra shteti. Po citoj një nga thënjet e saj më të njohura: nuk është e rëndësishme se sa shumë punë bëjmë, por se sa dashuri i kushtojmë asaj që bëjmë. A është bërë ajo një pikë e rëndësishme e referimi që ndihmon në gjetjen e një ekuilibri në botën tonë të trazuar nga konfliktet? Në mënyrë absolute, bile kjo ishte shumë e shqetësuar, sepse në mars të vitit 97 i bëm një telegram për gjendjen në Shqipëri dhe në qershor të vitit 97 kur u ndal këtu për të marrë ato titujt qytetare nderi Shtetet e Bashkuara dhe medalën e artë të Kongresit, ajo tha kam dashur të ndalem në Shqipëri për këtë turbullira, po mjek nuk më kanë lejuar sepse kam dashur të bisedoj me udhëheqjen shqiptare që të pajtohen sepse po e çojnë vendin drejt një katastrofe dhe kjo ishte shumë e preokupuar në atë kohë, por tha mjek nuk më kanë lejuar. Ishte shumë e shqetësuar për gjendjen në Shqipëri në vitin 97. Vazhdimisht janë bërë spekulime, madje ka patur edhe një lloj konkurrence, do të thoja, mes shtetesh lidhur me origjinën e Nën Terezës. Shqipëria thotë se ajo është bie e saj sepse ka prindër shqiptar dhe komësi shqiptare. Maqedonia ka thënë se ajo është maqedonase sepse ka lindur në Shkup. India thekson faktin se ajo është shtetase indiane
dhe ka punuar gjithë jetën në Kalkut. Vetë Nën Tereza ka thënë se ka gjak shqiptar, është qytetare e Indis dhe se ka shpirtin e një krishtere. Ju si e shikoni këtë figurë? Kjo është vërtet absolute, është bie popullit shqiptar, ishte shtetas e Indis dhe besimit krishterë katolik, por gjitha takimet që i kam pas me të ajo tregonte një dashuri të madhe për popullin shqiptar, natyrisht për gjithë njerëzimin, por veçanti për popullin shqiptar dhe më pyeste, bile gjatë një takimi në 97 këtu në Bronx më tha që shumë personalitete botërore kanë dashuri të madhe për popullin shqiptar, për Shqipërinë, rreth meje se më duan mua, tha një prej tyre është edhe Papa Gjon Pali II, i cili tha me thirrën telefon gjatë vizitës së tij kur vajti në Shqipëri me bëri telefon në Kalkuta, më tha Nën Tereza, po shkojnë dhe unë tanë në Shqipëri, kështu që duhet t'je pranishme, t'jeshe pranishme atje. Dhe vazhdimisht kur bisedonim, ka ndodhur që kemi ndaj edhe 40 minutë në qendrën e saj, kemi biseduar për çështje të ndryshme me pyetje për shqiptarët e Amerikës, për shqiptarët në përgjithësi dhe ka qenë shumë e prekupuar dhe shtypja amerikane ato ditë që u shkoi në mshim, u larguan nga kjo jetë, ka vënë ndukje kujdesin e saj për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar. Kjo nuk mohohet, ajo e ka dashur, është njësoj si Jezu Krishti kur ishte në kryq çante edhe për Jeruzalemin që po shkatërrohej. Dhe kjo domethënë e donte gjithë njerëzimin, gjithë popujt, por përsëri mos harrojmë se ajo kishte varret e familjes saj në Tiranë, kështu domethënë lidhej natyrisht me popullin shqiptar. Dhe këtu në Shtetet e Bashkuara e saj bënte nderimet larta apo jo? Mori një sër medaljesh. Presidenti Clinton propozoi që të shpallë qytetare nderi, që ishte nderi më i madh që është bën një personaliteti botëror, sepse Wallenberg dhe Winston Churchill kanë qenë të fundit, gjithsej janë 5 autoritete botërore që janë shpallë qytetare nderi dhe Shtetet e Bashkuara e shpallën në vitin 97, për këtë ishte edhe këtu në Shtetet e Bashkuara, u kthye e 2 muaj më vonë shkoi në mshim, ndroi jetë pra. Kjo është ndër krijesat më universale, dashurisë, të kujdesit, të dhembjes, është për jetë e mirë për gjithë njerëzimin, e në veçanti për popullin shqiptar, sepse është bie popullit shqiptar dhe populli shqiptar, qoftë në Kosovë, në Shqipëri, kudo, kanë treguar interesim më shumë se gjithkush tjetër për Nën Terezën, prej ditës që është demokratizuar Shqipëria dhe janë ndryshuar raportet politike në Kosovë. Zoti Gjon Leka, ju faleminderit për intervistën. Ju faleminderit edhe ju.